Përshëndetje, ne jemi këtu nga Brazili. Ne jemi të krishterë që nuk ham mis deri dhe gjithashtu nuk pim alkool. Përpiqemi jetojmë një jetë në përputhje me ligjet e krijuesit. Zoti është një, vetëm atij i qoftë nderi dhe lavdia. Por e di çfarë? Duke parë brenda vetes, edhe me vepra të mira të jashtme, brenda shpesh kam egoizëm, dashuri për veten dhe gjithashtu dëshirë për të qenë më i mirë se tjetri, pamjet. E kuptoj që kam nevojë për një shpëtimtar. Është si një vazo që nga jashtë mund të jetë e bukur, por nga brenda është e vështirë për t'u pastruar. Kam nevojë për një shpëtimtar, një Zot shumë të pranishëm, me të cilin mund të kem një marrëdhënie, një dashuri. A ndihesh edhe ti kështu shumë shpesh, gjithmonë? Mos ki frikë, sepse Zoti e deshi botën aq shumë, me gjithë zemrën dhe shpirtin e tij të shenjtë, sa dhe abirin e tij të vetëm, të dashur dhe të shenjtë. Por jo në kuptimin biologjik, sepse Zoti nuk ka grua. Që dhe abirin e tij të vetëm, që kushdo që beson në të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme, për të shpëtuar botën dhe të ketë paqe të përjetshme dhe dashuri të pafundme dhe të ketë jetë të përjetshme. Ti që je lodhur nga kaq shumë ceremoni dhe lutje dhe përsëritje, prano këtë lehtësim, këtë shpëtimtar. Jezusi është rruga. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Kini frikë Zotin dhe jepini atij lavdi, sepse ka ardhur ora e gjykimit të tij dhe. Ka vetëm një Zot, Zoti krijues, dhe fjala në fillim ishte fjala, dhe fjala ishte me Zotin, dhe fjala ishte Zot. Në fillim ishte fjala, dhe fjala ishte me Zotin, dhe fjala ishte Zot. Ai ishte në fillim të kohës me Zotin, dhe të gjitha gjërat e mrekullueshme u bën prej tij, dhe pa të asgjë nga ato që u bën nuk u bë, asgjë fare të gjitha gjërat e mrekullueshme. Kini frikë nga Zoti dhe jepini lavdi, sepse ka ardhur ora e gjykimit të tij. Ka ardhur ora e gjykimit, vëlla, motër. Filloi me të vdekurit, pastaj kalon te të gjallët dhe të tjerët dhe të mbijetuarit. Fjala e Zotit thot, të gjallët e dinë se do të vdesin, por të vdekurit nuk dinë asgjë, dhe në vdekje nuk ka njohuri. Eklesiastiu 9. Ka ardhur ora e gjykimit të tij. Emri ynë mund të kalojë në çdo moment. Si është shpirti yt? Si është zemra jote? Na duhet gjithmonë ujë pastrues, një zëvendësues që mund të na përfaqësojë të rëndësishëm dhe të domosdoshëm. Çfarë gëzimi të kemi këtë zëvendësues? A të kujtohet kur Abrahami u thirrte të sakrifikonte djalin e tij, u shfaq një qenç për të zënë vendin e djalit dhe ishte sigurisht zëvendësuesi. Djali i Abrahamit nuk duhej të vdiste dhe padyshim ishte një mrekulli. Sa bukur. Si është shpirti yt? Jemi në rrezik për jetën. Nuk e dim nëse nesër do të jemi gjallë apo të vdekur. Satanai, armiku, është autori i luftës. Ai përqen luftrat dhe konfliktet. Zoti është dashuri. Zoti, ati, biri dhe shpirti i shenjtë, një Zot i vetëm, i plotfuqishëm. Jo Maria. Maria po pushon në tokë. Nuk duhet të adhurohet. Ajo nuk është në qiell. Ajo ishte një grua e mirë, por është e vdekur, duke fjetur. Dhe thyrja e këtyre parimeve, thyrja e ligjit, është me të vërtet mëkat. Me ndihmën e tij, ne mund të ndalojmë sa mëkatuari të jetojmë në një mënyrë që i pëlqen krijuesit tonë. Në një nga këto urdhërime thuhet të pritet një ditë e javës, sepse në krijim, kur Zoti krijoi botën, ai e krijoi botën në 6 ditë dhe në ditën e 7 pushoi.
Prandaj, deri më sot, emrat e ditëve të javës asyrojnë këtë për shembull, dhe gjithashtu, për shembull, dhe gjithashtu. E mërkur, e enjte, e premte, dita e 7, e shtundë, në të cilën Zoti pushoi në mes të javës dhe të fundjavës. Por nuk Zoti lodhet, kjo është një mënyrë për të thënë ai e bëri për të dhënë një shembull. Ashtu si babai im më kërkon një shërbim, e bën vetë për të më dhënë një shembull. Prandaj, një ditë në javë, ne pushojmë, sepse Zoti kështu urdhëroi që nga krijimi. Ai na dha shembull. Nuk është vetëm për hebrejnë, është për të gjithë familjen njerëzore. Por përsëri, të ruaj një ditë në mënyrë të jashtme nuk është përfundimisht e mjaftueshme. Nëse në zemrën time kam mendime të këqija dhe nuk janë duke pushuar në zemër, kam nevojë për ujë, burim ujë për të pastruar të vërteta dhe të pastra. Dhe ai është ky burim i pastër dhe i kulluar që pastron e di mirë që të gjitha mëkatet e mia të shumta që kam bërë. Prandaj, kur të besosh, kushdo që beson në të, atëherë, kur të besosh, mund të jetë si simbol, si shenjë e kësaj, të pagëzohesh, të zhytur në ujë dhe gjithashtu në të vërtetë për të vërtetë. I gjithë trupi juaj shumë do të hyjë plotësisht në ujë dhe më pas do të ngrihet. Shumë të krishterë vetëm vendosin pak ujë në ballë, por jo. Bibla na thotë se duhet të zhytur plotësisht në ujë për të përmbushur. Dhe atëherë do të qirohesh nga frikërat dhe shqetësimet e tua. A jam i shpëtuar apo jo? Do të kesh sigurinë e shpëtimit dhe jeta do të marrë një ngjyrë të re. Jezusi tha, unë jam rruga, e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek ati përveç se nëpërmjet meje. Ai është rruga që të çon drejt shpëtimit gjithmonë dhe përjetësisht dhe gjithmonë. Jezusi është më shumë se një profet. Ai është biri i Zotit. Ai lindi nga një virgjëresh. Kjo është një mister, por fjala e Zotit dhe ne besojmë se ai lindi nga një virgjëresh, jetoi një jetë të përsosur. Një dele e përsosur, pa njoll, u sakrifikua, prandaj ai vdiq dhe u ngrit në qiell dhe tani është atje në qiell, e përsosur. Së shpejti do të kthehet në rreth të qiellit me shumë fuqi dhe lavdi të madhe dhe çdo sy do ta shohë edhe më. Kërko për musliman që kam pranuar Jezusin. Për shembull, ky video këtu në YouTube është në anglisht, por mund të vendosësh titra me përkthimin më të mirë dhe të saktë në gjuhën tënde. Zoti dëgjon lutjet tuaja kur ju luteni me zemër. Prandaj, kërkoni nga Zoti, Zoti krijuesi i lartë. A ke me të vërtet një djalë, në fund të fundit me të vërtet me të vërtet? A është kështu siç po thonë ata për këtë Bibël, këtë të ashtu quajtur Bibël? Zot trego. Ndoshta jep një ëndër të parë kush është Jezusi. Do doja ta njihja. Dhe mos e refuzo këtë ëndër kur të jepet duke thënë se Jezusi është biri i Zotit, shpëtimtari yt. Të ftoj të lutesh bashkë me mua. Le të gjunjëzohemi dhe mund të përsërisësh fjalit pasi të lutem shumë pak unë. Do të lutem me ndërprerje të shpeshta dhe mund të përsërisësh nëse dëshiron atë që them pa problem. O Zot krijuesi të gjitha gjërave dhe i gjithësisë së pafund. Duam të kërkojmë falje sinqerisht për të gjitha gabimet dhe mëkatet që kemi bërë dhe gjithashtu. Zbuloju na. Duam të njohim më mirë. A ke një djalë? Duam të njohim të vërtetën. Na zbulo veten. Na përqafo. Na trego të vërtetën. Në emër të Jezusit, amen. Amin. Në videon e ardhshme do të shohim vazhdimin si vazhdon kjo progresione së vërtetës në rregull. Zoti të bekoftë. Kini frikë nga Zoti dhe jepini atij lavdi.